Këngëtari i njohur bullgar Vasil Trojanov Bojanov, i famshëm me emrin artistik Aziz, ka kurorzuar dashurinë e tij me martesë, duke surprizuar ndjekësit me një lajm që ai vetë kishte zgjedhur ta mbante larg vëmendjes publike deri tani. Artisti, i cili prej vitesh ka qenë mjaft i rezervuar sa i përket jetës private, ndau në rrjetet sociale disa fotografi romantike për krah bashkëshortit të tij, identitetin e të cilit ka vendosur të mos e zbulojë. Në imazhet e publikuara, çifti shfaqet i buzëqeshur dhe i afërt në ambiente të ndryshme, në plazh, në një restoran dhe gjatë momenteve të relaksit së bashku. Një detaj që tërhoqi veçanërisht vëmendjen ishte një kapuç që partneri i këngëtarit mbante veshur, ku shkruhej qartë: "E dua burrin tim." Lajmin e martesës, Aziz e konfirmoi përmes një postimi në Instagram, ku publikoi një fotografi të duarve të tyre me unazat e martesës. Krahas imazhit, ai shkroi thjesht: "Sapo u martuam. Faleminderit, Amerikë." Nga ky mesazh u kuptua se ceremonia është zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vend ku martesa mes personave të së njëjtës gjinje është e ligjshme. Për publikun, ky zhvillim erdhi si një surprizë e madhe, pasi Aziz prej kohësh kishte zgjedhur të mos ndante detaje nga marrëdhënia e tij sentimentale. Edhe pse ka qenë gjithmonë një figurë provokuese dhe e hapur në artin e tij, në jetën personale ai ka preferuar diskrecionin, duke ruajtur një kufi të qartë mes famës dhe intimiteti. Kjo nuk është hera e parë që emri i tij lidhet me një ceremoni martese. Në vitin 2006, ai organizoi një festë simbolike martese me Nikolaj Petrov Parvanov. Megjithatë, ajo nuk kishte vlerë ligjore dhe marrëdhënia e tyre përfundoi 2 vite më vonë, në 2008. Ndryshe nga ajo periudhë, këtë herë duket se Aziz ka zgjedhur ta formalizojë lidhjen e tij në mënyrë të plot ligjore. Aziz është një nga figurat më të njohura dhe më të diskutuara të muzikës bullgare dhe ballkanike. Ai e nisi karrierën e tij në fund të viteve 1990 dhe u bë i famshëm për stilin e tij unik, performancat e guximshme dhe aftësinë për të thyer tabu shoqërore. Kënga e tij, Sentrope, mbetet një nga hitet më të njohura të repertorit të tij, ndërsa gjatë viteve ka bashkëpunuar me emra të mëdhenj të skenës ballkanike si Severina, Jelena Karleuska dhe Tea Tajrović. Me këtë hap të ri në jetën personale, Aziz duket se po përjeton një periudhë qetësie dhe lumturie, duke ndarë me publikun vetëm aq sa dëshiron, por mjaftueshëm për të treguar se dashuria ka zënë një vend të rëndësishëm në jetën e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.